Javën që lam pas, pikërisht më 26 maj, si për një ironi apo buzëqeshje të fatit, 30 vjet pas 26 maj të dhunës, të përgjakjes opozitës, të grabitjes votave dhe të vullosjes së një sundimi autokratik me tipare diktatoriale në Shqipëri, erdhëm në ditën kur Shqipëria hyri në fazën e re dhe të fundit të rrugtimit të saj europian, duke mbyllur fazën e çeljes së kapitullit negociatave dhe duke hapur fazën e mbylljes së tyre. Pra, në 26 maj, Shqipëria u ngjit në pikën më të lartë ndonjëherë në këtë të përpjet të mundimshme historike dhe tani më maja ku do të ngjitemi së bashku dhe do të vendosim flamurin kuqezi të Ismail Qemalit dhe të Gjergj Kastriotit duke i dhënë kuptim dhe duke i dhënë sens të plot një historie të stërgjat, ëndrrimi për bashkimin evropian sot, por për atë që ishte hapësira e diellit që lind andej nga Perëndon deri dje, është më afër se asnjëherë. Është një moment jashtëzakonisht kuptimplot i kësaj rruge drejt antarësimit dhe është një të njëjtën kohë dhe një certifikim absolut i një pune të palodhur të një kohe të gjatë. Është një moment që sigurisht vjen me shumë satisfaksion, por njëkohësisht vjen dhe me shumë përgjegjësi, pasi ky nuk është thjesht një sukses në rrugën e negociatave dhe kjo nuk është një datë në kalendarin e integrimit, por është një rezultat i transformimeve të thella që vendi ynë ka bërë në dekadën e fundit, i reformave tejet vështira sfiduese, i konstatimit se institucionet tani më janë ngritur, por njëkohësisht edhe i domosdoshmërisë për të konsoliduar shtetin ligjor, për të konsoliduar hapësirën e lirive individuale dhe për të konsoliduar atë që është thelbi, përpjekja e barazisë përpara ligjit. Është domethënëse që Bashkimi Evropian konfirmon faktin e përmbushjes së suksesshme të gjitha detyrave të deri tanishme, pikërisht në ato fusha që lidhen me drejtësinë, me luftën kundër korrupsionit dhe funksionimin e institucioneve demokratike, dhe sa një arsye për të qenë krenar, aq edhe një arsye për të ndjerë të gjithë peshën e përgjegjësisë në këtë fazë të fundit, e cila nuk është më e lehta, është më e vështira, për cilën kemi një kalendar të dakordsuar me Komisionin Evropian që të arrijmë me sukses mbylljen e negociatave deri në fund të 2027-s, kemi hapësirë të ndërmjetme në 2028 dhe kemi objektivin madhor të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Me njëherë pas asaj dite të shënuar në Bruksel, ku hym në fazën përfundimtare të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ne jemi ulur dhe kemi miratuar disa vendime të rëndësishme që lidhen me Shqipërinë që duam të ndërtojmë deri në fund kësaj dekade. Një Shqipëri për cilën puna përqendrohet sigurisht tek përmbushja e objektivave që kanë të bëjnë me mbylljen e 33 kapitujve të negociatave, sipas kalendarit dakordsuar, në mënyrë që të realizojmë objektivin, por njëkohësisht një Shqipëri që në këtë kontekst
me udhërëfysin kombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm 2030, një dokument i miratuar menjëherë pas Brukselit, që përcakton objektiva konkrete të matshme për zhvillimin e vendit në vitet që vijnë, ne në thelb realizojmë një plan që orienton institucionet tona drejt prioriteteve të lidhura me ekonominë, me arsimin, shëndetësinë, mjedisin, mirëqeverisjen dhe në tërësi cilësinë e jetës. Po ashtu kemi miratuar dhe një partneritet strategjik me Agjencitë e Kombeve të Bashkuara për periudhën 2027-2031 për një bashkëpunim që do ta mbështesë Shqipërinë në disa prej fushave më të rëndësishme të zhvillimit, duke filluar nga kapitali njerëzor dhe transformimi ekonomik, tek rritja e gjelbër, drejtësia gjithmonë dhe padyshim, dhe në tërësi forcimi i institucioneve. E solla këtu në këtë shënim, këtë moment, sepse shpesh integrimi europian, rruga e negociatave, përmbushja e detyrave për kapitull përkatës, shihen vetëm si një proces i ndarë, si një proces që lidhet me ndërveprimin mes nesh dhe Komisionit Evropian, por në fakt integrimi është shumë më tepër se kaq. Ai lidhet drejt për drejt jo vetëm me aftësinë tonë për ndërtuar institucione më të forta, për të investuar tek njerëzit, për planifikuar zhvillimin afatgjatë, por edhe me domosdoshmërinë për ta përgatitur Shqipërinë për ta jetësuar në hapësirën e Republikës son vendin e standardeve të përgjegjësive të shtetit në raport me qytetarin dhe të qytetarit në raport me shtetin e të dyve bashk në raport me të nesërmen e adeut. Këtë javë prezantuam edhe një kompani të re publike, Albanian Digital Solutions. Një kompani të re publike që shënon fazën e re të transformimit digital të shtetit shqiptar. Pas ndërtimit platformave dhe pastaj digitalizimit të mbi 1200 shërbimeve publike, të cilat jepen prej disa vitesh tani më drejt për drejt nga celulari apo kompjuteri përmes i Albanias, sot kemi hedhur një tjetër hap për të hyrë në një etapë ku tani më kapacitetet e reja teknologjike do të na japin mundësinë që të transformojmë thellësisht dhe qeverisjen elektronike të vendit, duke krijuar në shërbim të këtij qëllimi një kompani publike që do të jetë një qendër ekselence për talentet shqiptare të teknologjisë dhe që do të mbulojë sferën publike të nevojave dhe të inovacionit në shërbimet publike, të inovacionit në qeverisjen e vendit në të dyja nivelet dhe të inovacionit në shërbim të një transformimi të jashtëzakonshëm. Sot kemi një rritje të ndjeshme të aplikimeve për programet e inovacionit. Mbi 1100 aplikime kanë ardhur vetëm në ciklin e fundit granteve për programin Startup Albania dhe të gjitha këto na tregojnë se kemi fituar gradualisht një terren ku e kemi nisur edhe në këtë pikë nga fundi i fundit. Dhe sot kemi një vend në hartën europiane dhe globale të inovacionit për sa i përket sektorit publik, por kemi nevojë të shkojmë shumë më përpara. Dhe kemi nevojë të shkojmë shumë më përpara në sektorin privat, kemi nevojë të shfrytëzojmë të gjitha kapacitetet e reja të teknologjisë edhe në qeverisje. Gjë që faktikisht e kemi nisur dhe do ta vazhdojmë me intensitet edhe fal kësaj ndarjeje të akshit në dy pjesë. Akshi do të jetë drejtuesi dhe regulatori e monitoruesi i cilësisë, ndërsa Albanian Digital Solution ADS-ja do të jetë praktikisht truri që do të prodhojë në mënyrë të vazhdueshme zgjidhjet e nevojshme dhe nga ana tjetër do të garantojë mirëmbajtjen e sistemeve tona. Në episodin e 21 të sezonit 6 të podcastit Flasim, kam këtu në tryez 3 vajza dhe një djalë.
ndërkohë që është edhe atmosfera e një qershorit, megjithëse ju nuk jeni fare kalamaj, po jeni gjys kalamaj. Ti je kalama apo që Jam kalama. je kalama. Kështu që për nder dhe respekt të fëmijëve dhe një qershorit, besoj që edhe vajzat, duke qenë se nuk pranojnë që janë kalamaj, janë dakord që fjalën e parë ta marri kalamoni. Rohani ka ardhur i veshur, po jo si ata që veshin rrobat e tjerëve për të dukur sikur janë vetë sportist, por ka ardhur me uniformën e vetë të garave. Po? Po. Atëherë ti je një talent i makinave të shpejta. Edhe do të bëhesh kampion bote në Formula 1. Po. Në Formula 1. Po nga e ke këtë pasion dhe si arritet të hypësh makinë, si të la babi të hypësh makinë, ti je i vogël, ti nuk duhet të hypësh makinë. Jo, janë makina go-karti, janë të vogla. Janë për gjithë fëmijët. Në makinë go-karti edhe drejt këtu? Jo, në makinë vërtet. Kush jep të makinës, ti apo babi? Babi, normalisht. Babi. Okej, tani na trego pak për marrëdhënien tënde me makinë dhe si shkove jashtë dhe ku ke bërë gara edhe ç'a bën në atë akademinë e Kimi Raikkonen. Kjo aventurë filloi, ika me kushërinjt në Madrid dhe pam një vend go-karti, shkuam për qef, Sa koka? 5 vjet. Sa vjeç ishe ti? 5. 5 vjeç. Po. Dhe mua më pëlqeu shumë ky sport dhe i thash babit po e vazhdoj dot. Dhe erdhëm në Tiranë dhe gjetëm një kartodrom. Edhe çdo ditë që vija atje thya në një rekord dhe babi dhe pronari tha babit që të mblej makinën time sepse nuk kam se qa të bëjmë me ato makinat atje tek kartodromi. Sepse i kisha thyer çdo rekord. Po pastaj ç'a bëre? Pastaj babi më bleu një makinë dhe prapë thyva rekordin dhe pastaj pronari tha që të më shikonte në një sy tjetër i huaj dhe ikëm në Greqi për herë të parë dhe thyva rekordin e pistës dhe që atëherë filloi aventura. Po pastaj si vazhdoi aventura? Mbasi thye rekordin e pistës në Greqi? U bën testet e para në Itali dhe pastaj bëra garën e parë në Spanjë në FIA Motorsport Game. U rendita i 13 nga 44 pjesëmarrës. Po çfarë moshe ishin ata? Mosha jote? Po, nga 9 vjeç deri në 12. Dhe u rendita i 13 nga 44 pjesëmarrës. Ishte shumë emocion se po përfaqësova Shqipërinë. Unë tuk shumë event i bukur edhe të atë vija prapë në atë moment. Po pastaj si ke vazhduar, ke bërë gara të tjera? Po, kam bërë shumë gara të tjera. Po ke dalë i pari në ndonjë garë apo vetëm i 13-ti? Jo, kam dalë i dyti. I dyti. Po, sepse kompeticioni është shumë i lartë. Po kush është ky që deri i pari? I njëjti apo janë të ndryshëm? Jo, gjithmonë janë të ndryshëm. Po ti i dyti. Po si do bëjmë të fillojmë po vend e parë? Të punojmë më shumë se sa ata. Po vazhdon bën stërvitje rregullisht? Po. Po kjo akademia ku është kjo akademia e Raikkonenit? Jo, kjo akademia bëhet në Itali, po në shumë pista të ndryshme. Edhe shkon her pas here atje? Po. Po ke mësues që të tregojnë si të bësh, si të ecësh, si të bësh apo? Jo, është Raikkonen vet. Është vet ai? Po. Aha. Ai na tregon gjitha linjat edhe na mëson. Po ti ke folur me të? Po. Flet? Shumë. Po çfarë gjuhë flet me të? Anglisht. Ke mësuar edhe anglisht domethënë. Çfarë thot ai, je i talentuar? Jo, ne bëjmë muhabet kështu për qeshur, po nuk thot ndonjëherë për garat ai. Është shumë i ftohtë. Po çfarë thot, ai si ju mëson makinën?
Po, Si të kthehesh, si të ecësh, si të po parakalosh. na mëson shumë për parakalimet. Po sa veta jeni në atë akademinë aty? 14 pjesëmarrës. Edhe jeni të regjistruar dhe shkoni vazhdimisht. Po, Ti ke bërë garë për tyrë në akademi apo jo? jo, ai zgjidhte vetë edhe Pra, i sa zgjedhur ai, po. po. Po si zgjodhi me çfarë baze? Ju pa në gara, ju Po, pa. na shikonte gjithmonë në garë dhe pastaj të vinte emaili në telefon. Unë nuk po e besoja dot që isha zgjedhur. Po këtu në Shqipëri ku stërvitesh? Në Prush, Në Prush, po. Është një kartodom atje. po. Po makinën, çfarë makine ke? Kam një kategoria është Lotax Mini edhe shasia është një Tony Kart. Ajo hecën deri në 120 kilometra dhe ka një motor Rotax 125. Po që ka makinë e fort. Po, Ha? Që ka makinë e fort. Po ti arrin 120 km/h gjatë gjithë kohës apo po. Vetëm një herë kam kapur 126 e kam çuar makinën në limite. se s'e shkollaj apo? Jo, fare. Po me mësime si shkon? Shumë mirë. Po sa herë që kam garë, marr fletoren me vete dhe i bëj akoma detyrat, nuk ngel mbrapa. Nuk ngel bravo. Me notat si e? Mirë, Sa mirë? me 8 me 9, 10 Me 8 me 9, po 7 me 7, në një herë. po 6. Ja. Mirë, faleminderit që na nderove me pranin tënde, ke emocione që? Po, Ke pak ja do të kalojnë tani emocionet, të shohësh vajzat që kanë ardhur këtu, se këto janë këtu sepse kanë fituar një garë, po garë tjetër, jo me makina. Ka fituar garë debati në garën e debatit të Tiranës, nga shkolla Besnik Sytja. Ju jeni të treja në një skuadër apo si funksionon? Jo, në fakt unë jam përfaqësuese grupit tonë të debatit që fituam. Sara, Unë kam shumë të më përpara garuese, po ashtu fituese vitin e kaluar, ndërsa këtë vit pata mundësinë të vi si gjyqtare. Dhe unë ndërkohë vi si gjyqtare për të treja edicione që ka pasur debati Tirana. Ja, ti je gjyqtare 3 herë, ti je gjyqtare, Një herë. ti je fituese e gjyqtare, ti ke fituar një herë debatin, ja. Këtë debati, jo. Po S'ka përpara patur ke fituar? Debatet tjera, po. Se funksionon që kush fiton bëhet gjyqtar pastaj? Jo Apo jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht? domosdoshmërisht. Po si është i organizuar debati? Është një konkurs debati, po e marr pak vetëm për të fjalën për të përshkruar në përgjithësi. Është sipas formatit Karl Popper. Këtë vit kemi pasur shumë aplikime, në fakt edhe vetë ekipi organizator nuk ka pritur një bum kaq të madh aplikimesh, po për këtë jemi shumë të lumtur. Kanë qenë diku te 339 nxënës që kanë aplikuar dhe pastaj ka kaluar një fazë Po fazesh debati u organizua nga Bashkia e Tiranës, Bashkia e Tiranës. po, në bashkëpunim me shkollat. Po agjencia e rinis ishte edhe Jo, agjencia e në rinis, dijen jo. time jo, Bashkia e Tiranës. Me suportin jashtëzakonisht shumë të madh të drejtoresë Iva Behare, që në fakt e ka suportuar që prej fillimit deri më tani. Ishte shumë impenjativ për shkak të numrit të madh të aplikimeve, po edhe për faktin se na duhet të kishim të rinj që përballeshin disa prej tyre për herë të parë me kompeticione debatesh. Ne u kënaqëm shumë që patëm realisht kualitet, jemi përpjekur që të promovojmë kulturën e një debati të mirë, një debati që përfaqëson etikën, një debati që ka analizë shumë të mirë, po dhe argumente shumë të mira përdorura. Këtë vit ishte Besnik Sykja një nga ekipet më të mira, patjetër ka pasur ekipe shumë të mira, edhe ekipe të tjera nga shkolla të tjera. Kompeticioni është bërë në rang gjimnazësh, pra gjimnazet me njëri tjetrin, pasi kanë bërë selektimin e grupeve më të mira brenda shkollës, kanë mundur të evidentojnë grupet cilat do të ishin të afta të ishin pjesë e kompeticionit me gjimnazet e tjera. E kështu, sipas selektimit edhe procesit shumë të pastër besoj unë të pikëzimit, kemi mundur që të evidentojmë individ që janë vërtet shumë të zotit. Nuk ka qenë e lehtë, patjetër, është ndonjëherë pak e dhimbshme që të shohësh të rinj që kanë një dëshirë shumë të madhe që të jenë pjesë e debatit dhe të argumentojnë shumë mirë, po sigurisht procesi është i tillë që një fitues duhet dalë patjetër. Edhe këtë vit patëm Besnik Syken me 3 vajza, njërin prej cilave e kemi këtu. Vajzat
Fitoria, sidomos e këtij formati, është patjetër e gjithë ekipit, edhe për nga mënyra se si struktura është organizuar, secila nga ekipet ka 3 persona që janë pjesë e debatit dhe përfaqësojnë në tërësi ekipin me rolet e tyre që janë ngushësisht personale dhe duhet respektohen patjetër për hir të debatit edhe për hir edhe të fikzimit që gjyqtarët japin në fund. Kështu që patjetër që fitoria është krejtësisht e merituar e 3 vajzave për rolin shumë të mirë edhe përfaqësimin shumë të mirë që kanë bërë. Pse nuk i lat vinë të 3? Po, kam përshtypje që ishte edhe efekt logjistike për pjesëmarrjen dhe për tryezën edhe për të pasur ndoshta vetëm një përfaqësues nga Besnik Syke. Po ti me kë ke qenë nga cila shkollë ke qenë duke fituar? Atëherë unë vitin e kaluar kam qenë maturante në gjimnazin Sami Frashi, kam qenë së bashku me një vajzë tjetër që është akoma nxënëse në Sami Frashi dhe një studente që ka qenë nga juridiku. Neve patëm mundësinë të merrnim pjesëmarrja ka qenë më e vogël dhe do të thashë që kemi kaluar më pak faza eliminatore, por rrugtimi nuk ka qenë më pak i vështirë. Kemi arritur deri në finale dhe vetëm këtë vit unë marr një lajmërim, një ftesë më saktë, që kam mundësinë të bëhem pjesë e gjyqtarëve dhe patjetër që nuk mund ta refuzoja, sepse ishte një mundësi që nuk të vjen shpesh. Aktualisht ku je? Aktualisht jam studente në Universitetin Politeknik të Tiranës në degën Inxhinieri Elektronike. Ku je aktualisht? Unë jam studente në vitin e 3 në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Njëkohësisht shërbej si delegate rinore e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe punoj në organizata shoqërisë civile si koordinatore projektesh me projekte që lidhen me të rinjt dhe janë për të rinjt. Tani më thuaj pak çfarë ju shtyu që të bëheshit aplikues në këtë konkurs? Atëherë neve që në fillim të vitit, zysha jonë e debatit që kemi në shkollë na ka shtyrë shumë dhe ka qenë shumë mbështetëse ndaj nesh, do thosha na ka sfikatur për talentin që kemi për debat dhe në momentin që mori vesh për debatin Karl Popper, me njëherë u interesua dhe ne dolëm originalisht 4 skuadra nga shkolla jonë, të cilën pastaj në parlament neve bëm dolëm kundër njëri tjetrit dhe dolëm neve si përfaqësues të shkollës. Debati, siç e tha Alesja, ka një format që shumë i ngushtë dhe të 3 rolet janë jashtëzakonisht të rëndësishme, është A1, A2, A3. Ç'do të më thonë? Atëherë skuadrat janë afirmativ dhe negativ. Në rasti afirmativ je A1, A2, A3, në rasti negativ je në 1, në 2, në 3. A1 ka për detyrë të prezantojë rezolutën, të përcaktojë termat dhe të jap argumentat kryesor për ta bëj gati lojën për pjesëtarët e tjerë të grupit. Njëtën gjë bën negative. Në këtë rast rolin tonë e kishte aleorat e grupi. Më pas A2 në 2 që kanë detyrë të japin statistikat, të japin provë për evidencat për të mbështetës gjërat që tha Anishi, me statistika konkrete që ekzistojnë, pra në mënyrë që mos të lërë vend që kundërshtarit thot gjëra të tilla si ku e ke marrë këtë evidencë apo ku mund të ma provosh ti mua këtë gjë. Dhe në fund A3-shin, A2-shin e kishte në këtë rast Dea neve si rol. A3-shi që isha unë bën përmbledhjen, nuk ka të drejtë të jap argumenta të reja, por përmbledh çfarë thanë shoqet, çfarë është në cross-examinim dhe për më tepër të jap goditjen e fundit argumentit për ta bërë të pakundërshtueshëm. Po pastaj formula në kompeticion si është? Formula si zhvillohen eliminimet dhe kualifikimet? Atëherë neve në çerek finale konkuruam rastësisht me short, shkolla kundër njëra tjetrës, ne bëm 2 debate tek çerek finalja, 2 shkolla dhe po si arriti deri çerek finale ja? Atëherë, si fillim në parlament. Se ishit shumë apo? Ishim jashtëzakonisht shumë, po vinim dhe shumë veta nga e njëjta shkollë. Pra në parlament neve kundërshtuam dhe bëm debat kundër vetë shkollës tonë. Doli një grup për secilën shkollë, afërsisht besoj. Nga shkolla të mëdha nga 2 grupe dhe nga ato pak më të voglat nga një grup. Dolëm diku tek çerek finale 16 shkolla. Dhe më pas këto 16 shkolla ndeshen kundër njëra tjetrës 2 herë. Neve juria nuk na i dha në fakt nëse kishim fituar apo jo deri pas debatit të dytë. Dhe në fund u dhan 4 finalistët, që pastaj kaluam në gjysmë finale ditën tjetër. Ndeshja bëhet shkollë, grup me grup. Një grup po. Si fillim në nivel shkolle, pastaj përzidhen këto shkolla, të cilët përsëri futen në konkurim me njëra tjetrën dhe pas fazave eliminatore kalojmë në çerek 4 finalistët. Sa përballje i patët? Ne kemi pasur 5 përballje gjithsej, përfshirë dhe gjysmëfinalen dhe finalen. Po ka publik?
të paktën në çerek finale nuk ka pasur, pra kanë qenë gjyqtarët edhe nxënësit në përballjen mes tyre, kanë qenë edhe patjetër mësueset që i kanë mbështetur gjatë gjithë rrugtimit të tyre. Pastaj gjysmë finale dhe finale kanë pasur një mbështetje nga shkollat restriktive, po edhe nga shkolla që kanë dashur që të shohin vijimin e debatit. Ne jemi përpjekur që tematika që përzidhen në debat të ketë shumë për të thënë si në kontekstin pro, po edhe kundër. Ku bën çerek finale të finale? Një pjesë e debateve janë bërë në ambientet e kuvendit, edhe për hir të rëndësisë që kuvendi ka, po edhe për të arritur edhe pak dëshirën për të qenë kompetitiv, dhe pastaj pjesa tjetër janë bërë tek shkolla Servete Maçi, duke qenë se na ofronte edhe mundësitë edhe ambientin shumë të mirë, edhe pastaj gjysmë finale dhe finale janë bërë te Akademia e Arteve. Pse ju pëlqen debati juve? Besoj që të gjitha ne si skuadër kemi dëshirën të argumentojmë për atë çfarë ne mendojmë dhe konsiderojmë të vërtetën tonë. Dhe unë mendoj që shumë gjëra arrihen përmes debatit, pra duke debatuar dhe duke kundërshtuar ti del tek zgjidhja më e mirë dhe tek përfundimtarja. Po këtë e ke karakteristike edhe në jetën e përditshme ti? Po, Të treja. të treja ne e kemi. Po kur bën një debat me njëra tjetrën, është e fortë Lora? Është shumë e fortë. Ne e bëjmë në mënyrë miqësore sigurisht ose për të sfiduar veten, por është do të thosha me të vërtet bukur të sfidosh dhe një pjesë e vetes tonë, sepse ne me të vërtet që në këtë kompeticion u bëm si një e tërë dhe luftuam me të njëjtën dorë. Unë në fakt mendoja që vajzat ishin backstage me mua dhe ndoshta në një farë pike mund të futeshin. Lërë që mendoje tani, ti mendoje ti thua që tu duke pa drejtë dhe ndërkohë erdhe. Edhe ato i le jashtë. Po. Si është argumenti kundër këtu? Argumenti kundër është ne duhet të përfaqësoheshim, pavarësisht se nuk erdhëm të tre më mirë se asnjëra. Më mirë njëra se sa asnjëra. Po. Ky është argumenti kundër. Ja për shkak këtu emailin që e prezantimit e ka bërë Alesia. Ndërkohë që juve mund të bërit kundër emailin dhe thoshit që ajo gjykatësia është gjykatëse e padrejtë, sepse ka përdorur autoritetin e gjykatëses për të përjashtuar dhe për të bërë një padrejtësi etj. Nuk mund të them që na shkojmë mendja. Ti vetë si do veproje në këtë rast? Megjithëse ti nuk e kupton mirë se ti je vetë shofer, vetë pasagjer, ti s'ke njëri tjetër, ti je tek pull. Ti si do bëje në këtë rast? Do vije vetëm apo o me shokët o s'ka? O me shokët o s'ka. O me shokët o s'ka, shë? Duhet bësh debatues. O me shokët o s'ka, apo jo? Po, Në rregull je. Ti dhe cila shkollë je? në Gustav Mahler, Gustav Mahler. Çfarë klase je? klasë 5. Si do ta bëjmë një ndryshim pozicionesh që tulen dhe hajde që ti këtu dhe kjo e bardha ti se i vogël. Ja u akomanduam dhe me gocat, shumë mirë. Ti tash i mirë je, ndjehesh më i gjatë se unë, më rregull je. Po diskutonim një çik, po e humbi debatin me mua. Edesa e ke ti? Si trase? Edi? Desa. E humbi debatin me mua, se i thash që ti nuk duhet të pranoje të lije jashtë dy shoqe të vije vetë, po jo përse ne menduam që më mirë të përfaqësohemi se mos përfaqësohemi. Ky është Rani, ky është future world champion, edhe ky është dakord me mua, o me shokët, o vetëm shko. Tani juve, si ndodhi kjo? Juve e lat ju të vinte kjo vetë këtu, apo u imponua kjo dhe tha unë do hiki bëjnë që të doni? Eram në bashkëpunim, po. Po si bashkëpunuat për shkakun që pse nuk erdhe ti edhe kjo? Se kishim problem, kushtoj që të zgjidhej. Kam besim. Po si e zgjodhet? Thjesht e menduam që ishte pak më i qetë nga kjo pjesa e emocioneve dhe menduam se do ishte më mirë. Ndaj e kuptohem se një zgjedhje, se është më fort ajo. Përpiqem. Po ti je më fort, ti mbron këto nga sulmojnë, besoj. Unë i mbret gjithë. Po sidomos kolegët e Çfarë mia. më e forta e shkollës? Tham që të vinit brenda. E para njëherë që të prezantojmë që jeni pjesë e skuadrës fituese të debatit, dhe dyta që ta bëni një debat me njëra tjetrën. Ja jepja një temë ti. Mund të bëni shërbim ushtarak në Shqipëri, do të jetë detyrueshëm apo jo? Kjo është shumë e bukur. E keni trajtuar më parë, e keni dëgjuar,
Ju e mbroni tezën që shërbimi ushtarak duhet të jetë detyrueshëm. Atëherë shërbimi ushtarak duhet të jetë i detyrueshëm, sepse jo vetëm që aprovon domethënë mundësinë e të rinjve të marrin pjesë domethënë dhe të mbrojnë shtetin e tyre, pra të krijojnë një lloj akti vullnetar për vendin e tyre, përveç kësaj, ata kanë mundësinë të tregojnë aftësitë e tyre, pra që janë ushtarake, ato fizike, duke le të themi duke treguar një lloj mbrojtje, dhe pse jo tregojnë vendosmëri. Atëherë, së pari në rast se shërbimi ushtarak është i detyrueshëm, nuk është akt vullnetar, dhe unë mendoj që teza kryesore këtu është që heq vullnetin e lirë nga individi. Shumë të rinj nuk kanë dëshirë që të heqin 1 apo 2 vite nga jeta e tyre pas gjimnazit. Për më tepër, unë mendoj që aftësitë e tyre mund të përdoreshin në gjëra shumë në bazë të talentit të tyre. Ata mund të vazhdojnë shkollën për diçka që me vërtet do t'i hynte në punë të komunitetit dhe shtetit të tyre dhe mund të shërbejnë shtetit në mënyrë tjetër përveç shërbimit ushtarak. Unë mendoj që shërbimi ushtarak nuk është vetëm thjesht marrësh armë, pushk, edhe të shkosh të bësh disa lloj trajnime. Shërbimi ushtarak mund të lidhet edhe me pjesën e shërbimeve në range të ndryshme, për shembull, ti mund të shkosh në urgjenca, nëse ti ke qef mjekësinë, po marr një shembull, ti atje le të themi përforcon ato aftësi dhe përforcon atë dëshirë që ti ke ta vazhdosh në të ardhmen. Dhe prandaj shërbimi ushtarak do ishte një mundësi më e mirë që të mbante të rinë këtu dhe ti tu tregonte atyre dhe ti paraqisnin më mirë këto vlera, po. Unë do të thosha sërish nuk është mundësi në rëndësisht është e detyrueshme dhe siç e thatë vetë, juve mund të vazhdoni një profesion brenda ushtrisht, por jo të gjithë duan të bëhen doktor traume apo inxhinier armësh apo aeroplanësh apo diçka në lidhje me ushtrinë, ndoshta dikush do të vazhdojë doktoraturë për STI, do të bëhet inxhinier arkitekt, në kuptimin do të merret me pjesë dhe aspekte të tjera të jetës që nuk kanë të bëjnë vetëm për mbijetesën dhe sulmin. Ti si mendon ti duhet të jetë i detyrueshëm shërbimi ushtarak apo jo? Jo. Jo. Se nuk do ta bëj vetë duket. Nuk është i lehtë debati, po ti je i qartë. Po mirë, shumë faleminderit për këtë shembull që na dhat. Interesante ishte. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Edhe uroj që të kem mundësi të vi kur bëhet debati tjetër. Vitin tjetër është debati tjetër? Do donim shumë, edhe në fakt vitin tjetër premisat janë që debati të hapet përtej Tiranës. Do donim që këtë mundësi ta merrnin edhe gjimnazet dhe shkollat tjera, sepse vetëm kështu vërtet mund të evidentojmë talente shumë të mira të debatit edhe artit të komunikimit. Dhe megjithatë po, do donim shumë që në të ardhmen, në edicionin e radhës, t'ju kishin pranishëm, ndoshta si të ftuar në finale për qenë gjyqtari kryesor, ose për të ndjekur pastaj në hapat e debatit. Po që këto janë premisat, pra duam që debati të jetë jo vetëm Tiranë. Kjo e marrur me debat, ka lidhje me dëshirën për të marrë politikë? Mendoj që ndoshta në të ardhmen pse jo, vetëm diçka që çalon ndoshta në realitetin tonë është që sado dikush mund të ketë dëshirë, është pak më e vështirë që individualisht ta ndjek atë, sesa nëse neve do kishim një mundësi pak më të tepërta për trajnimin, për shembull në shkolla nuk flitet gati fare, kjo edhe duke marrë parasysh vetë shkollën dhe programin që ka, ama megjithatë mendoj që të rinjt duhet të informohen mbi format të ndryshme politike dhe temat të ndryshme që do trajtohen në vazhdim, për të ditur që çfarë mund të bëjë ndryshe. Po ti të shkonte me mendjen me? Shkonte, po. Të shkonte, po të shkon më jo. Vazhdon të më shkojnë mend. Po ti? Mua më ndoj nga juridiku, kur origjinalisht doja të ikja për inxhinieri. Pra në një farë mënyrë më ndryshoi jetën. Kështu që Kur debati? Po. Të ndryshoi jetën. Sidomos ky kompeticion. Më ka ndryshuar rrjedhorën e jetës. Deri para një muaji doja të ikja për inxhinieri ose mjekësi. Tani e shoh juridikun si një derë shumë. Që bësh avokate? Pse jo? Po ty? Po. Të shkon mendjen me politikë? Po. Po ty? Po. Po shumë mirë. Politika është shumë e bukur. Mendoj që gjithsakush e vendos vendin në ato këpucë duke menduar se çfarë do bëja unë po të kisha pushtetin dhe fuqinë, apo çfarë do ishte zgjidhja më e dur. Ama sa dikush e ndjek këtë pasion, apo se sa i ndjek mundësitë që mund t'i jepen është diçka tjetër. Okej, faleminderit.